Kryeministri Hristian Mickoski nuk ka folur sot me emra konkret për ndryshimet në qeveri, ka thënë se këtë do ta bëjnë nesër mbrëma. Lideri opozitar Venko Filipçe deklaroi se LSDM do ta bllokojë kodin zgjedhor sepse hap derën për vjedhje votash. Prokuroria jep detaje për vrasjen makabre, 51 vjeçari e vrau bashkëshortën dhe më pas u përpoq të mashtronte duke u raportuar si të zhdukur. Nga nesër pas dite pritet të ulen temperaturët, pritet mot me bubullima dhe ere fort në disa pjesë të vendit. Përshëndetje shikues të nderuar, jemi me lajmet në televizionin Shenja. Dje krerët e Vlenit kanë përmendur emrat e ministrave të cilët pritet që t'i takojnë partisë shqiptare në koalicionin qeveritar, ndërsa sot kryeministri Mickoski nuk ka folur për emra konkret. Ai ka përsëritur qëndrimin e thënë disa herë deri taq se emra do të publikohen pas mbledhjes së Komitetit Ekzekutiv të VMRO-DPMN-s, i cili mbahet nesër në mbrëmje. Ai ka sqaruar se ndryshimet në nivel më të ulët të qeverisjes do të vazhdojnë nga muaji shtator. Ndonëse është arritur marrëveshje për resorët mes kryeministrit Hristian Mickoski, bashkryetarëve të Vlenit dhe Lëvizjes Nam, për atë se kujt do t'i takojnë dhe kush do të udhëheq me ministrit. Mickoski deri nesër në orën 20 është në heqje zgjedhore, pasi tha se vendimet për kuadrët do të publikohen nesër në mbrëmje, pas seancës së Komitetit Ekzekutiv të VMRO-DPMN-s. Ne nuk kemi biseduar për zgjidhje personale për emra, parimisht kemi marrëveshje për resorët. Unë më herët kam thënë se derisa të përfundoj seanca e Komitetit Ekzekutiv të partisë, nuk do komentoj as resor e as emra. Prisni deri nesër rreth orës 20. Opinioni publik do të informohet në detaje. Deri nesër në orën 20 nuk do të komentoj as resorët e as zgjidhjet personale, derisa të mos përfundoj seanca e Komitetit Ekzekutiv të VMRO-DPMN-s. I pyetur se kur do të ketë informacione për ndryshimet në nivelet e tjera, Mickoski tha se këto aktivitete do të vazhdojnë nga shtatori, pasi siç tha, këtë muaj është planifikuar rikonstruimi i qeverisë dhe po ashtu është parashikuar ribalancimi i buxhetit. Sipas tij, kuvendi në gusht është në pushim, prandaj tha se aktivitetet do të vazhdojnë nga shtatori e tutje. Në Komisionin Parlamentar është duke u diskutuar për plotësimet e propozim ligjit për përfaqësim të drejtë. Deputetja e BDI-s Rina Hajdari ka propozuar sot amandamentin e radhës me të cilin ka kërkuar që në çdo punësim në një organ publik vendet e lira të punës të shpërndahen proporcionalisht midis komuniteteve. Ky propozim nuk është pranuar nga përfaqësuesi qeveritar. Komisioni për Sistem Politik dhe Marrëdhënie midis bashkësive ka vazhduar sot me shqyrtimin e amendamenteve të opozitës shqiptare sa i përket propozim ligjit për përfaqësim të drejtë. Deputetja e BDI-s Rina Hajdari ka propozuar amendamentin e radhës me të cilin ka kërkuar që në çdo punësim në një organ publik, vendet e lira të punës të shpërndahen proporcionalisht midis komuniteteve. Sipas këtij propozimi, kandidatët konkurrojnë me anëtarët e komunitetit të tyre dhe përzgjidhet ai që ka rezultate dhe kualifikimet më të mira. Në këtë mënyrë, sipas Hajdarit, sigurohet njëkohësisht përfaqësimi dhe përzgjedhja e personave më të kualifikuar. Ky parim është në përputhje edhe me qëndrimin e Komisionit të Venedikut, i cili thekson se kualifikimet duhet të mbeten kriteri kryesor për punësim. Përkatësia në një komunitet të nënpërfaqësuar mund të merret parasysh, por pa anashkaluar standardet profesionale dhe sigurisht meritën. Prandaj ky amandament synon të krijojë një ekuilibër ndërmjet përfaqësimit të drejtë të komuniteteve, por dhe të ruajtjes së cilësisë. Ai ofron një zgjidhje konkrete për një problem të kahershëm dhe sigurisht kontribon në ndërtimin e institucioneve më gjithëpërfshirëse. Por ky amandament nuk u pranua nga zëvendës kryeministri Bekim Sali me arsyetimin se ky propozim vendos një procedurë të re të punësimit që nuk është parashikuar në propozim ligj dhe tejkalon objektin e tij. Përfaqësimi të drejtë dhe adekuat është rregulluar përmes mekanizmave institucional të përcaktuar në ligj, ndërsa procedurat e punësimit rregullohen me legjislacionin përkatës. Zgjidhja e propozuar krijon kolizion me sistemin ekzistues të punësimit në sektorin publik
dhe të cënon koherencën e propozimligjit pas sjell garanci shtesë për realizimin e qëllimit të tij. Ndaj arsyetimit të zëvendës kryeministrit ka replikuar deputetja lidhjes shqiptare Ilire Dauti, e cila nxori përfundim se sipas përgjigjes së Salit, përfshirja e konceptit të përfaqësimit etnik e nxjerr prej konteksti propozimin e qeverisë. Po kur ju thoni na nxjerr prej kornize ky propozim që kërkon përfaqësim etnik, atëherë shtrohet pyetja, po mirë, cili është qëllimi juaj? Sepse ne të gjithë e dim që arsyet të cilat duhet të na kishin çuar te propozim ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat kanë qenë ato të cilat janë të definuara shumë më herët dhe që janë të përcaktuara në amandamentin e 6 të Kushtetutës dhe ku parimi i përfaqësimit të drejtë dhe adekuat është aty definuar shumë qartë. Pra kur ju thoni ky propozimi që përcakton, që kërkon që të jetë përfshirë etnia ju nxjerr prej qëllimi, ju do me thonë jeni në kundërshtim me Kushtetutën e Maqedonisë së Veriut. Propozim ligji për përfaqësim të drejtë u dorëzua në Kuvend më 8 maj të këtij viti. Opozita shqiptare kundërshton ligjin pasi nuk ka në fokus përfaqësimin e përkatësisë etnike, por cilësinë e kandidatëve. LSDM-ja e konsideron të papranueshëm propozimin për kondit zgjedhor duke vlerësuar se krijon mundësi për manipulime të votave. Kreu i partisë Venko Filip që gjithashtu ngriti shqetësime për propozimin e votimit elektronik për diasporën duke paralajmëruar se ai mund të krijojë hapësirë për keqpërdorime. Kryetari i LSDM-s opozitare Venko Filipçe ka deklaruar se partia e tij do ta bllokojë propozim kodin zgjedhor, duke e cilësuar si dokument që sipas tij hap mundësi për manipulim të procesit zgjedhor dhe nuk garanton standarde demokratike. Ai theksoi se ndryshimet e propozuara janë të papranueshme dhe se qytetarët meritojnë zgjedhje të lira dhe të drejta. Kuvendi nuk guxon të miratoj kësaj lloj ligji. Ne do ta bllokojmë sepse qytetarët meritojnë të kenë një proces zgjedhor të drejtë dhe demokratik e jo një të tillë të kontrolluar siç Hristian Mickoski po tenton ta vendosë sipas shembullit të mentorit të tij Nikola Gruevski. Ne këtë ligj në Kuvend do ta bllokojmë. Filipçe gjithashtu ngriti shqetësime për propozimin e votimit elektronik për diasporën, duke paralajmëruar se ai mund të krijojë hapësirë për keqpërdorime dhe mungesë kontrolli në procesin zgjedhor. Po propozohet votimi elektronik i diasporës, kjo nënkupton pa asnjë verifikim të personave që ne nuk i njohim, mërgjimtarët tanë se ku ndodhen, kush do t'ua verifikoj identitetin, thjesht para kompjuterit do të mund të votojnë dhe kjo do të ketë njëjtë vlerë si votimi në vendlindje. Kjo hap rrezik për votim masiv dhe të pakontrolluar, ashtu siç ka ndodhur gjatë qeverive të Nikola Gruevskit. Ky është një sistem shumë i rrezikshëm i cili hap derën për manipulim zgjedhor dhe vjedhje nga kjo qeveri. LSDM e konsideron propozim kodin zgjedhor si hap prapa për procesin demokratik në vend, duke pretenduar se ai mund të dobësojë kontrollin institucional mbi zgjedhjet dhe të rrisë hapësirën për keqpërdorime. Për këtë arsye, partia paralajmëron se do të kundërshtojë dhe bllokojë miratimin e tij në Kuvend. Krye diplomati Timço Mocunski ka përsëritur qëndrimin se procesi i antarësimit të Maqedonisë së Veriut do të vazhdojë pa bllokime të reja. Mocunski vlerësoi se ekziston mbështetje e gjerë nga vendet anëtare për përparimin e Maqedonisë së Veriut, por se siguritë e qarta janë të nevojshme për mbarvajtjen e këtij procesi. Maqedonia është e gatshme të vazhdojë në rrugën europiane, por presim garanci të qarta se procesi do të vazhdojë pa bllokime të reja dhe me parashikueshmëri më të madhe. Kështu tha ministri i punëve të jashtme dhe tregtisë së jashtme Timço Mocunski, duke u përgjigjur pyetjeve pas takimit me homologun e tij lituanes Kestutis Budris, i cili ndodhet në një vizitë zyrtare në vend. I pyetur se si e komentoi deklaratën e homologut lituanes, se tani është momenti për zgjerim dhe duhet të shfrytëzohet, Mocunski vlerësoi se ekziston mbështetje e gjerë nga vendet anëtare për përparimin e Maqedonisë së Veriut, por se siguritë e qarta janë të nevojshme për mbarvajtjen e procesit të integrimit europian. Ai ka dilemat se çfarë sigurisht mund të marrë vendi ynë ose garanci se nuk do të përballemi me bllokime të përhershme nga një shtet anëtar, sepse sipas tij ajo që është e qartë edhe në lidhje me të ashtu quajturin konsensus të vitit 2022 ka interpretime të ndryshme që vijnë nga 26 vendet anëtare, institucionet europiane dhe një shtet anëtar.
Do ta përsëri, nuk është se ne si shtet kemi rezistencë, jemi të vetëdijshëm dhe në të gjitha deklaratat tona, jo vetëm nga unë, por edhe nga presidenti i shtetit, nga kryeministri, themi se do të marrim pjesë në këtë proces, sidomos pas samitit në Tivat, tashmë ka një energji për të ecur përpara, nuk ka dilema për ne, por nuk do të lejojmë që ky rrezik të realizohet, që ne të bëjmë atë lëvizje, të kemi përsëri këtë lloj bisedimesh, këtë lloj konferencash për shtyp, ku do të jemi në një situatë ku një shtet antar nuk po sillet sakt. Ndërkaq, Mucunski theksoi se dialogu me Bullgarin duhet të vazhdojë me mbështetjen e shteteve anëtare dhe institucioneve europiane, në mënyrë që të arrihet një zgjidhje që do të sigurojë një rrugë europiane të parashikueshme dhe të sigurt për vendin, bazuar në kritere merite, jo në çështje dypalëshe. BDI vlerëson se vlen ka dështuar të mbrojë interesat e shqiptarëve dhe të avancojë procesin e integrimit evropian. Nënkryetari i BDI-s, Bujar Osmani, tha se vendi ka mbetur në stagnim pa reforma dhe pa progres drejt Bashkimit Evropian. Sipas tij, mungesa e përfitimit nga plani i rritjes së BE-s dhe vërejtjet e Parlamentit Evropian dëshmojnë regres në rrugën eurointegruese. BDI konsideron se këto zhvillime kanë dobësuar edhe rolin politik të shqiptarëve në vendimarrje. 2 vjet pas hyrjes së Vlenit në qeveri, opozita shqiptare vazhdon të kritikojë punën e koalicionit. Nënkryetari i BDI-s, Bujar Osmani, vlerësoi se Vlen ka dështuar të mbrojë interesat e shqiptarëve në ekzekutiv dhe se nuk ka arritur të avancojë agjendën europiane të vendit. Sipas tij, roli i faktorëve shqiptar në proceset vendimarrëse është zbehur, ndërsa integrimi europian ka mbetur pa përparim. Në kuadër të fushatës së BDI-s me moton 2 vite në çmim, Vlen asgjë, Osmani e cilësoi këtë si dështimin më të madh të koalicionit qeverisës. 2 vite më vonë, rezultatet janë dëshpëruese. Shteti nuk ka bërë as edhe një hap të vetëm substancial drejt Bashkimit Evropian. Në vend të përshpejtimit, kemi stagnim. Në vend të reformave, kemi improvizime. Dhe në vend të agjendës europiane, kemi politikë ditore. Kryesuesi i ri i Bashkimit Evropian, Irlanda, prezentoi agjendën e re dhe vendi jonë është i vetmi që nuk përmendet fare. Veçanërisht shqetësues është fakti se edhe mundësia historike që ofroi plani i rritjes së Bashkimit Evropian ka mbetur kryesisht e pashfrytzuar. Sipas Osmanit, një tjetër dështim është edhe mospërfitimi i plotë nga mundësi që ofron plani i rritjes i Bashkimit Evropian. Ai tha se në vend që vendi të ishte ndër lideret e rajonit në zbatimin e reformave dhe shfrytëzimin e fondeve evropiane, është përballur me vonesa dhe mungesë të vullnetit politik për realizimin e tyre. Por humbjen më të madhe të agjendës europiane Vlen u ka shkaktuar shqiptarëve, votuesve të vet dhe popullit. Dhe këtë nuk e themi ne, këtë e thot Brukseli, këtë thot Parlamenti Evropian, i cili rikujton se rruga drejt Brukselit vazhdon të kalojë përmes Ohrit. Në raportin e tij të fundit, Parlamenti Evropian konstaton qartë regres dhe kërkon angazhim të ripërtrir politik për vazhdimin e rrugës evropiane. Ai kërkon respektim dhe zbatim të plot të marrëveshjes së Ohrit dhe paralajmëron se besimi ndërretnik dhe parimi i barazis nuk guxojnë të vihen në pikpyetje. Nga BDI vlerësojnë se zhvillimet e fundit në procesin eurointegruese dhe raportet ndërkombëtare tregojnë mungesë progresi dhe çështje të dobët politike në drejtim të agjendës europiane. Sipas tyre, kjo situatë reflekton jo vetëm sfida në nivelin shtetëror, por edhe dobësim të rolit politik të shqiptarëve në vendimarrje. Kryetari i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Afrim Gashi, ka marrë pjesë në samitin parlamentar të NATO-s që përmbahet në Stamboll të Turqisë, ku ka rikonfirmuar përkushtimin e vendit si një aleate e besueshme aleancës. Gashi theksoi se uniteti transatlantik mbetet garancia më e fortë për sigurinë e përbashkët, duke nënvizuar rëndësinë e bashkëpunimit mes vendeve anëtare të NATO-s dhe investimeve në stabilitetin e Ballkanit Perëndimor. E rikonfirmova përkushtimin e Maqedonisë së Veriut si një aleate besueshme, duke theksuar se uniteti transatlantik mbetet garancia më e fortë për sigurinë tonë të përbashkët. Nënvizova gjithashtu rëndësinë e investimeve në stabilitetin e Ballkanit Perëndimor dhe vazhdimin e mbështetjes për Ukrainën, ka shkruar Gashi. Samiti parlamentar i NATO-s ka mbledhur në Stamboll përfaqësues të parlamenteve të vendeve anëtare, të cilët po diskutojnë për sfidat aktuale të sigurisë, forcimin e bashkëpunimit
bashkëpunimin ndërmjet aleatave dhe zhvillimin e fundit në rajonin Euro-Atlantik. Një krim i rënd kanë tronditur Shkupin ku një 51 vjeçar dyshohet se vrau bashkëshortën e tij dhe më pas u përpoq të mashtronte duke raportuar si të zhdukur. Sipas prokurorisë, ai fshehu trupin dhe krijoi një alibi, madje pretendoi se vendodhjen e viktimës e kishte parë në ëndër. Pas zbulimit të trupit, ndaj tij është hapur hetim për vrasje, ndërsa prokuroria ka kërkuar paraburgim për shkak të rrezikut të arratisjes dhe ndikimit mbi hetimet. Vrau gruan e tij, pastaj ndërtoi një alibi me një kallëzim të re. Prokuroria Themelore Publike e Shkupit lëshoi urdhër për të zhvilluar një procedurë hetimore kundër një burri 51 vjeçar, për të cilin ekziston dyshimi i arsyeshëm se ka kryer një vepër penale vrasje. Nga prokuroria thonë se më 25 qershor, në zonën e fshatit Letevci, gjatë kryerjes së dhunës në familje, ai me dashje i mori jetën gruas së tij. Në mbrëmje, i dyshuari e mori gruan nga vendi i saj punës me makinë, e çoi në një zonë të vështirë për t'u aksesuar, ku e sulmoi fizikisht. Ai i shtypi qafën fort me një pjesë të trupit të tij, ndërsa njëkohësisht i mbajti gojën dhe hundën të mbyllura në mënyrë që ajo të mos merrte frym. Siç thuhet nga prokuroria, viktima rezistoi dhe u mbrojt, por ajo nuk mundi të çlirohej dhe u mbyt dhe vdiq në vend. I dyshuari e fshehu trupin e saj dhe të nesërmen e raportoi të zhdukur në polici. I dyshuari e fshehu trupin e saj në ndegë midis pemëve dhe të nesërmen e raportoi zhdukjen e gruas së tij në polici. Më 27 qershor, ai u tha 3 të njohurve se e dinte se ku ndodhej gruaja, sepse ajo i ishte shfaqur në ëndër dhe i kishte thënë se ku të shkonte për të shpëtuar. Të gjithë shkuan me makinë në vendin ku kishin vënë re trupin e gruas dhe raportuan në polici. Ndërkaq, prokuroria publike vlerësoi se në këtë rast të veçantë kishte rrethana që tregonin rrezik arratisjeje, mundësinë që i dyshuari të pengonte procedurën penale duke ndikuar tek dëshmitarët, si dhe rrethana që justifikojnë frikën se ai mund të kryente një krim të ri. Përveç kësaj, prokuroria mori në konsiderat në veçanti llojin dhe peshën e krimit, si dhe mënyrën e ekzekutimit të tij, e cila përfshin një periudhë të mëparshme planifikimi, por edhe një periudhë kohore pas ngjarjes në të cilën i dyshuari fshehu trupin e palës së dëmtuar, duke krijuar njëkohësisht një imazh të rremtë të një bashkëshorti të shqetësuar, i cili merr pjesë aktive në kërkimin e saj dhe duke u përpjekur të krijojë një alibi për të shmangur ndjekjen penale. Për këto arsye, prokurori publik i paraqiti një propozim gjyqtarit të procedurës paraprake të Gjykatës Themelore Penale në Shkup për caktimin e një mase paraburgimi, tha zyra e prokurorit publik në një deklaratë. Këshilli Komunal i Çajirit ka miratuar nisjen e procedurës për marrjen e një kredi afatgjate prej rreth 2 milion eurosh. Sipas Aleancës për shqiptarët, këto mjete nuk janë për projekte të reja, por për shlyerjen e borxheve ekzistuese të komunës. Partia kërkon kontroll nga institucionet shtetërore për prokurimet dhe kontratat e komunës. Këshilli Komunal i Komunës së Çajirit ka miratuar fillimin e procedurës për marrjen e një kredie afatgjate prej 120 milion denarësh ose rreth 2 milion euro. Aleanca për shqiptarët vlerëson se këto para nuk merren për projekte të reja, parkingje, gjelbërim apo investime kapitale, por për shlyerjen e borxheve ekzistuese. Arlinda Shllaku nga kjo parti kërkoi që udhëheqësia e komunës të tregojë se për çfarë borxhesh merret kredia. Vetëm para 6 muajve qytetarëve të Çajirit ju premtua zhvillim. Sot u ofrohet borxhi i ri për të mbuluar borxhet të vjetra. Kjo nuk është qeverisje e përgjithshme, por është një keq menaxhim i komunës së Çajirit dhe pranim publik për krizën financiare në komunë. Kërkojmë nga udhëheqësia e komunës së Çajirit të bëjë publike menjëherë për cilët borxhe merret kjo kredi dhe cilat detyrime do të shlyhen dhe kush mban përgjegjësi. Aleanca për shqiptarët kërkon nga Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit dhe Entit Shtetëror për Revizion që të kontrollojnë furnizimet publike, kontratat dhe menaxhimin financiar të komunës së Çajirit, pasi qytetarët kanë të drejtë të dinë nëse po paguajnë obligime të rregullta apo pasojat e keq menaxhimit, punësimeve partijake dhe kontratave të dyshimta.
Pasditja e së martës shënon ndryshimin e motit me vranësirja, rreshje shiu dhe bubullima që do të zgjasin deri të shtunën. Në disa rajone pritet stuhime të fuqishme të shoqëruara me rreshje intenzive erë të fortë dhe breshër. Nga e mërkura, temperaturat do të bien gradualisht, ndërsa nga etja do të dominoj erë veriore, veçanërisht për gjatë luginës së Vardarit. Nga pasditja e së martës deri të shtunën, moti do të jetë me vranësira të ndryshueshme dhe i paqëndrueshëm, me rreshje të her pas hershme shiu dhe bubullima në disa vende, veçanërisht gjatë orëve të pasditës dhe natës, njofton Drejtoria për Punë Hidrometeorologjike. Lokalisht, proceset atmosferike do të jenë më intenzive dhe mund të shoqërohen me mot të lig, rreshje të dendura shiu, shkarkime elektrike, erë të fortë mbi 60 km në orë dhe breshër. Nga e mërkura parashikohet ulje graduale e temperaturave ditore, si dhe paqëndrueshmëri lokale e motit, e shoqëruar me rreshje të rrëmbyeshme shiu, bubullima dhe erë të përforcuar. Në disa zona janë të mundshme edhe stuhi më intenzive me rreshje të dendura, shkarkime elektrike, erë të fortë dhe breshër. Nga e ejtja do të fryej erë mesatare deri e fortë nga veriu, veçanërisht për gjatë luginës së Vardarit. Temperatura maksimale të martën do të arrijë deri në 39 gradë Celsius. Të mërkurën deri në 38 gradë Celsius, ndërsa të ejten deri në 37 gradë Celsius. Valja ekstreme të nxehtit që ka kapluar Evropën ka shkaktuar mbi 1300 vdekje që nga 21 qershori sipas organizatës botërore të shëndetësisë, ndërsa temperaturat kanë thyer rekorde në disa vende të kontinentit. Drejtori i përgjithshëm i OBSH-s tha se stresi nga nxehtësia është një vrasës i heshtur, duke theksuar se shtëpitë, shkollat dhe vendet e punës në Evropë nuk janë ndërtuar për temperatura kaq të larta. Gjermania regjistroi të dielën temperaturën më të lartë në historinë e saj, 41.7 gradë Celsius. Pranë kufirit me Poloninë, rekorde të reja u shënuan edhe në Poloni, ku temperatura arriti në 40 gradë Celsius, si dhe në Republikën Çeke me 41.1 gradë Celsius. Edhe Franca po përballet me pasoja të rënda nga vala e të nxehtit. Autoritetet shëndetësore njoftuan se regjistruar 1000 vdekje më shumë se zakonisht që nga e mërkura, kryesisht te personat mbi 65 vjeç. Ndërkohë, Ministria e Brendshme raportoi se të paktën 74 persona janë mbytur që nga fillimi i valës së të nxehtit, shumica në lumenj, liqene dhe zona ujore të pambikëqyera. Sipas OBSH-s, Evropa është kontinenti që po ngrohet më shpejt në botë me ritëm 2 herë më të lartë se mesatarja globale. Ekipet e kërkimit të shpëtimit të shoqëruara nga qenë të trajnuar posaçërisht vazhdojnë kërkimin për të mbijetuarit në renojat e 2 tërmeteve shumë të forta që goditën Venezuelën të mërkurën e kaluar. Bilanci viktimave ka arritur në 1450 persona, ndërsa 10 mijëra të tjerë rezultojnë ende të zhdukur. Lajmi u bë i ditur nga presidenti i parlamentit të Venezuelës, Jorge Rodriguez, i cili tha se vendi po përballet me fatkeqësi natyrore më të rëndë në historinë e tij. Sipas autoriteteve, 774 ndërtesa janë dëmtuar rënd, prej të cilave 189 janë shembur plotësisht. Ndërkohë, Kombet e Bashkuara vlerësojnë se rreth 50.000 persona vazhdojnë të jenë të zhdukur. Operacionet e kërkim shpëtimit do të vazhdojnë pasi ende po gjenden persona të gjallë në rënoja. Sipas autoriteteve, në operacionet e shpëtimit po marrin pjesë mbi 2700 efektiv nga 24 vende të botës, të mbështetur nga 86 ekipe me qenë të specializuar dhe 521 ton ndihma humanitare. Samiti i NATO-s në Ankara me 7 dhe 8 korrik do të shërbejë si platforma më e fortë për ndarjen e përvojës, ka deklaruar sot presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan.
duke ju drejtuar një dreke në nder të folësve të parlamentarëve të NATO-s në Stamboll. Erdogan tha se Ankaraja ndan me aleatët si aftësinë e saj të jashtëzakonshme për të menaxhuar krizat rajonale, ashtu edhe përvojën e gjerë brenda aleancës. Turqia arriti shpenzimet e saj të mbrojtjes dhe renditet midis 5 kontribuesve kryesor në misionet dhe operacionet e NATO-s në përputhje me angazhimet e bëra në samitin e Hagës 2025, ka shtuar ai. Erdogan tha se ruajtja e parandalimit të NATO-s dhe forcimi i solidaritetit midis aleatëve janë bërë edhe më kritike në peizazhin aktual. Ai kërkoi krijimin e një rrjeti të pakushtëzuar, siguri dhe mbrojtje në të gjithë aleancën e NATO-s që shtrihet nga Teksasi deri në Ankara. Presidenti rus Vladimir Putin ka thënë se po pret që Moska bërritjen e negociatorëve amerikanë për rifillimin e bisedimeve mbi luftën në Ukrainë, duke sinjalizuar një mundësi të re për dialog mes dy fuqive, ndërsa vëmendja e Washingtonit është përqendruar edhe në zhvillimet në lindjen e mesme. Në një intervistë publikuar nga Kremlini, Putin tha se palët po presin që të përfundojnë ngjarjet aktuale dhe faza e tensioneve të lidhura me dosjen iraniane përpara se përfaqësuesit amerikanë të mbërrinë në Moskë për bisedime të mëtejshme. Ne presim sapo të mbarojnë të gjitha ngjarjet pasi të mbarojnë faza e nxehtë në lidhje me dosjen iraniane, bërritjen e përfaqësuesve të qeverisë amerikane me të cilët jemi takuar tashmë në Moskë, u shpreh Putin. Ai theksoi gjithashtu se Rusia mbetet e hapur për negociata të detajuara mbi konfliktin në Ukrainë, duke shtuar se Moska është e gatshme të vijojë diskutimet mbi të gjitha çështjet dhe detajet. Lajmi për Vedat Muriqin ishte i fundit për këtë edicion informativ. Ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë miru pafshi.